Përshëndetje të gjithëve, në këtë video do të shpjegojmë hapin tuaj të parë drejt aplikimit universitar që është pagesa e faturës. Kjo faturë duhet paguar nga të gjithë ata që do të fillojnë universitetin këtë vit, pavarësisht nëse do të studiojnë në një universitet publik apo privat. Keni kohë nga data 3 deri në 24 korrik që të paguani faturën tuaj pranë çdo filiali të postës shqiptare ose pranë çdo banke të nivelit të dytë. Kjo faturë është shumë e rëndësishme pasi përmban një kod 6 shifror i cili do ju duhet në momentin e konfirmimit të hedhjes se 1 deri në 10 preferencave tuaja për në universitet. Fatura kushton 20.000 lekë të vjetra dhe vlen për të dyja raundet e aplikimit universitar të këtij viti. Kjo faturë mund paguhet nga ju, por edhe nga një person tjetër sipas dëshirës suaj. Mjafton që ata të kenë faturën tuaj të printuar. Shkojmë të shohim se si ta bëjmë procedurën. Fillimisht hapim website-in ualbania.al nga laptopi ose kompjuteri dhe aty kemi një tabelë që lexon aplikimi A2, A3. Shtypim sipër kësaj tabele. Tani kemi këto fusha. Shtypim sipër fushës maturant dhe në momentin që shtypim këtë fushë, do të duhet të shënojmë të dhënat tona. Kujdes, pasi portali hapet në datën 3 korrik e tutje. Nëse e hapni më herët, nuk do t'ju punoj. Për të hyrë në portal, duhet ID-a e maturës që kemi përdorur për të marrë notat e maturës, si edhe numri kartës së identitetit. Pasi kemi vendosur këto, na hapet portali i cili përmban informacionet tona. Në këtë portal do shihni që është një seksion që lexon fatura dhe ka një buton që thot shkarko. Shtypim butonin shkarko te seksioni faturës dhe në këtë moment do t'ju shkarkohet një faturë. Dhe nuk ka rëndësi nëse keni shkarkuar më shumë se një faturë. Mjafton që një nga këto fatura ta merrni, ta printoni, ta çoni për ta paguar dhe jeni në rregull. Nëse e keni paguar një faturë, mos e shtypni më butonin shkarko që gjendet te seksioni faturës në uAlbania. Fatura ka dy pjesë. Ka pjesën e parë që përmban të dhënat tuaja dhe të dhënat që do i marr posta ose banka, ndërkohë është edhe pjesa e dytë që është pjesa ku gjendet vetëm kodi. Këtë pjesë do e mbani dhe do e ruani, dhe pasi ta keni shkarkuar faturën dhe ta çoni siç është te posta ose banka, punonjësi i postës aty do e pres faturën dhe do ju jap juve këtë pjesë. Këtë pjesë që treguam në video, që do ju jap punonjësi, ju duhet ta ringarkoni në portalin uAlbania në seksionin ngarko mandatin. Pra, e skanojmë faturën në një kancelari, e marrim në format PDF dhe më pas e ngarkojmë te fusha aty. Gjithashtu duhet ta çoni edhe te sekretaria e gjimnazit tuaj. Kjo procedurë duhet bëhet para datës 24 korrik. Bëni kujdes që ta ruani kodin 6 shifror që gjendet në faturë, sepse në të kundërt nuk do të mundeni të konfirmoni 10 preferencat tuaja për në aplikimin universitar. Pasi e kemi bërë edhe këtë, më pas disa ditësh, në portal do t'ju afishohet që fatura është paguar në momentin që fatura konfirmohet. Kjo nuk del direkt e paguar, kështu që duhet të prisni disa ditë. Aplikimi universitar bëhet nga data 27 korrik deri në datën 1 gusht. Pra, keni 6 ditë kohë që të hyni në uAlbanian tuaj, njësoj si çyt për të shkarkuar faturën dhe të hidhni nga 1 deri në 10 preferencat tuaja. Të vendosni kodin 6 shifror që gjendet në faturë dhe më pas të përfundoni aplikimin tuaj. Pa merak, sepse do jemi këtu për t'ju mbështetur në vazhdim me video shpjeguese dhe me materiale të tjera në mënyrë që ta kuptoni të gjithë procesin pa asnjë problem dhe të mos keni asnjë paqartësi. Ju urojmë shumë suksese!